një ditë që nga mëngjesi ka qenë për mu, ka qenë shumë, se ne kemi qenë legjislaturë e re, sa po ishim zgjedh, dhe na erdhi fati që do me thonë disa muaj ma vonë të përgatitemi për shpallën e pavarësisë, dhe në veçanti kryesia e parlamentit ishte më e impenjume, më e angazhume për të përgatitur atë ceremoni dhe atë akt të shpalljes së pavarësisë. Dhe sa po filloi dita, emocionet ishin shumë të përzira. Drejt me thonë se cilë ne kishim një histori familjare që përbënin qatë totalin, përbënin qatë tërsinë e historisë kombëtare, të sfidave të gjata, të vujtjeve të gjata, të përsekutimeve të gjata, të sakrificave të gjata, qoftë kolektive, qoftë individuale, dhe normalisht atë ditë gjitha ato një mënyrë në kujtesën e secillit, po besoj punëtimin e mbaj shumë mend kur kemi marshu në mëngjes, jemi nisën krejt kryesia e parlamentit me shku me bo homazhe në Prekaz, ka qenë ditë e acartë që shedim të gjithë, kemi mri atje për të kap agjendën, do me thonë në ora 9, kemi qenë në Prekaz, kemi vendosë kurora lulesh në varrezat, në varrin e komandantit edhe të familjes, dhe jemi kthy në Prishtinë dhe pastaj dita ka fillu. Po them ka qenë një dinamike jashtëzakonshme për ta përmbush krejt atë agjendën. Në ora 11 kryesia e parlamentit ka pas mbledhje, në cilën është caktuar rendi i ditës për seancën solemne të orës 15. Dhe kështu ne kemi qenë edhe të angazhuar, edhe të, si me thonë, të emocionum. Emocionet përzira. Përzira shumë, nuk kemi ditë fort me u gëzu. Nështë gëzimi ka fillu tek në mbrëmje, kur kemi fillu me po qytetarë të i festu, edhe ne kemi festu, jemi bashku o me familjet o me shoqëri. Kështu që, po thamë, për mu, po besoj për gjithë kolegë që kanë qenë deputetët atë legislaturë dhe atë ditë, ka qenë dita ma e veçantë në jetën tonë.